Në vazhden e emisioneve për mbeturinat dhe për ndotjen e lumenjeve pas vërshimeve, do të kemi edhe sot pra si aktualitet, e në fakt do të flasim se si vërshimet nxorren në pa një problem të përsëritur. Rekomandime i keni bërë për shembull për vërshimet, për ndotjet, për lumenjet. Po shumë e qartë kjo, se në vitin 2022 kemi publikuar një raport i cili është bërë në saj të degradimit të lumeve që është bërë nga eksploatimi rreth zërgjavore. Është veç edicioni 22. Në fillimet tona, momenti kur ne kemi përcaktuar datën e garës, na është dashur me kujdes për pjesën e mbeturinave, edhe disa inerteve që aty kanë mujt me has garus, sepse garus kanë ardhur prej gjitha vendeve të ndryshme. Ndoshta me një prioritet mu trajtu çështja e ujrave dhe lumenjve, sepse unë nuk e di, a ka në Kosovë lumenj ku ti mundesh me shku dhe mu la sipas asaj që kam dëgjuar unë, gjithë lumenjt janë të ndotur edhe nuk munden mu përdor për shembull për ndoshta rekreacion. Sepse si pyetje po ja bëj. Po më bashkë kështu. Po të lutem, zoti Vesela, ju me që jeni prej agjencisë mjedisit, a mund të lahem me lumenj? A konsiderohet ndonjë lum i pastër që ti më shku me ose pin kafshët ujë?